Mesazhi i Qerbelas në sfidat e sotme për të qenë kundër padrejtësisë në çdo kohë. Mesazhi i Qerbelas, si një ngjarje tragjike dhe themelore në historinë e Islamit, kalon ndarjet sektike, kur trajtohet përmes prizmit të etikës dhe drejtësisë. Dietarët, si nga tradita shiite ashtu dhe ajo sunite, e shohin qëndrimin e Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të, në Qerbela si një simbol universal të rezistencës ndaj tiranisë dhe padrejtësisë. Nëse duam të bëjmë një analizë sa i përket mesazhit të Qerbelas për sfidat e sotme, pika e parë është qëndrimi parimor kundër padrejtësisë, zullumit. Si dietarët shiit, ashtu edhe ato sunit, bien dakord se qëndrimi i Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të, nuk është për pushtet politik, por për mbrojtjen e vlerave morale dhe e drejtësisë hyjnore. Në pikpamjen shiite, Qerbelaja është një shkollë e përhershme. Për ta, Imam Husajni është Seyyidul Shuhada, zotëria i dëshmorëve, sakrifica e të cilit është një thirrje e vazhdueshme për të mos heshtur përballë zullumit pavarësisht kostos. Pikpamja e dietarëve të mëdhenj sunit në lidhje me atë çka Imam Husajni, paqja qoftë mbi të, bëri, është se ata e shohin Imam Husajnin si një shembull të guximit për të folur të vërtetën përballë një sundimtari që kishte devijuar nga parimet e drejtësisë islame. Ata e përkujtojnë si një mbrojtës të integritetit të komunitetit. Po çfarë mesazhi marrim ne në ditët e sotme? Së pari, Qerbelaja nuk është thjesht një ngjarje historike. Ajo është një metodologji për të përballur sfidat bashkëkohore. Mesazhi thelbësor është se heshtja përballë padrejtësisë është bashkëpunim me të. Në shoqërinë moderne, kjo përkthehet në luftë kundër korrupsionit, shfrytëzimit dhe shtypjes së të dobtëve. Imam Husajni, paqja qoftë mbi të, na mëson se ndonjëherë për të ruajtur dinjitetin dhe drejtësinë, individi duhet të sakrifikojë interesat personale, komoditetet apo edhe sigurinë e tij. Po ashtu, Qerbelaja na mëson se dinjiteti njerëzor nuk mund të tregtohet në kohët e sotme. Kjo është një thirrje për të mbrojtur të drejtat e njerëzit dhe për të qenë zë atyre që nuk kanë zë. Shumë herë njerëzit përballen me dilema ku korrupsioni me padrejtësinë duken si rruga më e lehtë. Qerbelaja shërben si një busull morali për të na kujtuar se ndjekja e parimeve është më fisnike se ndjekja e rrugës së lehtë. Pra, Qerbelaja në këtë rast shërben si një pikë takimi për të treguar vlerat secili nga ne. Qerbelaja është një gjuhë universale e njerëzimit, ku përballimi me padrejtësinë, qoftë kjo në formën e racizmit, pabarazisë ekonomike apo tiranisë politike, mesazhi i Imam Husajnit, paqja qoftë mbi të, na inkurajon të mos jemi indiferent. Ne kujtojmë edhe kuptojmë se sfidat e sotme kërkojnë atë që dietarët e quajnë të qenit me të vërtetën, qoftë përmes aktivizimit, shkrimit të një artikulli apo thjesht mbrojtjes së një qëndrimi etik në punë apo shoqëri. Mesazhi i Qerbelas na fton të mos jemi asnjëherë asnjë anës dhe të jemi gjithmonë për krah drejtësisë.
dhe mos t'i bashkohemi as edhe një herë pa drejtësisë.